Përshëndetje për gjithë dhe mirë se erdhët në klinikën D. Sigurisht keni dëgjuar që shumë persona ankohen për lodhje, vështirësi për të humbur në peshë, shtim në peshë, përkundër faktit që kanë kujdes ndaj ushqimit. Gjitha këto simptoma shpesh justifikohen me stilin e jetës, por në fakt në themel të tyre qëndron diçka. Rezistenca ndaj insulinës. Sonte me ne, doktoresh Eurdita, endokrinologe, do të na flasë më shumë rreth këtij problemi. Doktoresh, mirëmbrëma dhe mirë se erdha. Faleminderit, mirëmbrëma. Doktoresh, fillimisht, a mund të na tregoni çfarë është insulina dhe realisht cili është roli i saj në trupin tonë? Patjetër. Insulina është një hormon që na prodhohet nga pankreasi, e cila se rol kryesor ka glikoregullimin apo rregullimin e vlerave të sheqerit gjak. E merr glukozën dhe e fut për brenda qelizës ku ne e shfrytëzojmë si burim energjie apo për me shfrytzuar edhe më vonë. Kështu që është njëra ndër hormonet kryesore që na duhen neve për përditshmërinë tonë. Çfarë nën kuptoj me termin rezistencë ndaj insulinës? Atëherë, unë e thash ka është hormoni i insulinës dhe që është funksioni normal. Atëherë, kur prishet ky mekanizëm i veprimit, kur qeliza për arsye të ndryshme, glukoza nuk futet brenda qelizë, atëherë nuk shfrytëzohet si burim energjie dhe pankreasi gjatë gjithë kohës prodhon edhe më shumë insulin. Prodhimi i masë i insulinës për me rregullu sheqerin e gjak quhet insulinorezistencë. A është e njëjtë rezistenca ndaj insulinës me diabetin? Jo, realisht insulinorezistenca është një fazë paraprake e diabetit. Nëse nuk ndërhym me kohë, atëherë paraqitet diabeti. Realisht një insulinorezistencë jo mire kontrolluar mund të shndrohet në diabet ndër vita me kohë. Pse rezistenca ndaj insulinës shpesh e hasim me termin si epidemi e heshtur? Fatkeqësisht, simptomat e insulinorezistencës janë të ngjashme me shumë sëmundje, ku edhe ne shumë shpesh i neglizhojmë. Edhe për atë arsye mund të kalojmë me vite pa e diagnostikuar insulinorezistencën. Dhe fatkeqësisht ditët e sotit është numër në rritje për shkak të faktorëve të ndryshëm. Cilë faktor për luajnë rol, doktoresh? Fatkeqësisht jeta jonë sot, tempoja, jeta sedentare, ushqimet shumë të përpunuara, po ashtu edhe faktori gjenetik luajnë rol drejt për drejt në insulinorezistencë. Cilat shenja janë simptoma tipike të rezistencës ndaj insulinës, nëse na lejohet me i quajtë si simptoma tipike? Patjetër. Nëse vetëm shihni që keni një lodhje kronike të pashpjegueshme, shtoni peshë sidomos për rreth barkut, keni vështirësinë humbje të peshës, është dëshira për të ëmbla brenda ditës, apo keni ngrënë një vakt edhe me njëherë keni një përgjumbje, atëherë na shtym për me mendu për një insulinorezistencë. A mund të ekzistojë rezistenca ndaj insulinës pa simptoma, pa shenja? Thamë edhe më herët, domethënë shkon edhe me vite të tëra pa u diagnostiku dhe pa e di që e kanë një të tillë, për shkak se në përditshmërinë e të gjithë pak a shumë jemi të lodhur për shkak ngarkesave të ndryshme dhe kemi simptoma të ngjashme edhe në përditshmërinë tonë. Edhe për atë arsye mundemi mos me javnu emrin siç duhet. Doktoresh, pse disa persona pas ushqimit ndihen të lodhur? Në insulinorezistencë, siç e thamë, domethënë trupi, pankreasi në këtë rast prodhon më shumë insulinë se që duhet. Me prodhimin e tej mase, sidomos mas vakteve me ushqimet me karbohidrate, prodhohet më shumë insulinë dhe sipas saj bjen energjia dhe automatikisht ndihemi më të lodhur. Si qëndron lidhshmëria mes rezistencës dhe shtimit në peshë? Në insulinorezistencë për shkak të prodhimit të hormonit të insulinës, trupi hyn në një modalitet të vetëm mbrojtjes dhe vështirëson lipolizën apo djegjen e yndyrnave. Dhe si pasojë e saj ne shtojmë peshë dhe kemi vështirësi në humbje të peshës. Pse është kaq e vështirë humbja e peshës të këta persona? Për shkak të tej prodhimit të insulinës, trupi hyn në një fazë mbrojtjes të deponon, edhe për atë arsye e vështirëson ose ngadalson procesin e djegjes së yndyrës në trup. Edhe si pasojë e saj, domethënë vështirësohet edhe humbja në peshë, po ashtu edhe rritet shtimi në peshë. A lidhet ose a është realisht rezistenca ndaj insulinës shkaku kryesor i obezitetit? Fatkeqësisht ndër faktorët e parë që radhojmë kur flasim për obezitetin është drejt për drejt insulinorezistenca.
po është faktor shumë i rëndësishëm dhe është temë globale që flitet sot. Doktoresh, si diagnostifikohet rezistenca ndaj Realisht, insulinës? diagnostikimi është shumë i lehtë. Me një test gjaku cilën e bëjmë në mëngjes esëll, pas 10 deri 12 orë pa ushqim, është një test glikemia dhe insulina esëll, aty ne vetëm se e diagnostikojmë përmes një indeksi që e quajmë HOMA-IR. Doktoresh, pse duhet vetëm esëll të bëhet? Sepse ne dojmë pa në mëngjes pankrasi se sa po prodhon, sa po punon. Edhe në qetësi do me thonë se sa është vlera insulinës në gjak esëll. Kjo është për neve shumë e rëndësishme dhe përmes një kalkulatori që e kemi, e vendosim do me thonë nëse kemi të bëjmë me një insulinorezistencë të diagnostikuar, faze e hershme apo më e avancuar. E përmendet edhe HOMA-IR. Kur përdoret? Realisht përdoret në këtë analizë që bëjmë përmes gjakut, ku nëse vlera është mbi 2.5, atëherë vetë se pacienti diagnostikohet me insulinorezistencë. Cila është vlera normale, doktoresh? Ndër 2.5. Ndër 2.5. Kush duhet kontrollohet patjetër? Të gjithë që shohin vetën që kanë shtu pesh apo kanë vështirësi në humbje të peshës, gratë që janë të diagnostikuara ose dyshohet për PCOS apo vezore policistike të ovareve, ata që kanë në familje ndonjë antar me histori familjare të diabetit apo ndonjë sindrom tjetër metabolike duhen vese të testohen. Ndikon rezistenca në fertilitet, pasi juve që përmendët sindromon policistike? Fatkeqësisht edhe në fertilitet ndikon drejt për drejt, është e vërtetuar që insulinorezistenca shkakton edhe mikrociste në vezore, cilët pengojnë ovulimin dhe mund të shkaktojnë edhe çrregullim cikli dhe si pasojë saj edhe mund të më shkaktu po ashtu edhe infertilitet. A ka lidhje me yndyrnat në gjak, rezistenca ndaj insulinës? Yndyrnat në gjak gjithashtu janë njëra ndër arsyet, do të thonë që mund të rriten vlerat e yndyrnave në gjak për shkak të sindromës metabolike që ndërlidhet me insulinorezistencën. Po me hipertension, a ka lidhje rezistenca? Gjitha janë të lidhura mes vete. Kisha dashur më ndalë tek mëlçia. Çfarë ndikimi ka rezistenca ndaj insulinës në mëlçi? Të shumica hasim edhe një mëlçi të dhjamosur. Doktoresh, sa rëndësishme është ushqyerja kur po flasim tek rezistenca? Realisht gjithmonë kur flasim për insulinorezistencë, ushqyerja është ndoshta hapi i parë që duhet ndjekur dhe që është drejt për drejt e lidhur. Për shkak se, siç e thamë më herët, domethënë insulina prodhohet me hyrjen e glukozës në gjak, edhe për atë arsye rëndësia e saj është e madhe.